2-3 ditë, me qenë se u komprometuar anë, po bëhet betejë për kryetar bashkien dhe në Sakos. Kjo është e vërteta, po këto s'kanë ashtu. Pra, për dalë tek pyetja juaj. Në qoftë se me këto fakte që paraqesim, këto denoncime që bëjmë, duhem të themi shqiptarëve se me shteti elektoral ka vetëm farsë elektorale dhe Edi Rama zhvillon vetëm farsë elektorale, dhe se farsat nuk fitohen kur nga opozita, farsa nuk fitohet nga opozita. Atëherë, ka një qëllim, që çdo qytetar shqiptar, që beson se këto zgjedhje ishin farsë, dhe se farsa nuk fitohet kur nga opozita, të pyes veten, a është i gatshëm të sakrifikoj për votën e lirë? A është i gatshëm të angazhohet në një betejë për të rikthyer shqiptarëve të drejtën e votës lirë? Pra, çka ne kupton të gjitha përpjekjet, të gjitha sakrificat për ata që besojnë se kjo është i farsë, për ata që besojnë se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje të lira, dhe natyrisht largimi i Edi Ramës duhet të jetë qëllimi më madhor i shqiptarëve. Ka qenë se ju thoni se farsa nuk fitohet nga opozita. Jo, s'fitohet kur. Kishit në dorë që mos futeshit mbase në zgjedhje. Ju u futët në zgjedhje dhe për sa kohë u futën në zgjedhje, nuk ishte ky pranim i kushteve të një gare? Ka dy rrugë, bravo. Jo, jam dakord. Qendrore që thua ti. Ka një rrugë, bojkoti i zgjedhjeve. Në qoftë se ju lexoni rezolutën e 30 prillit të votuar nga 82 parti politike të qendrës djathtë të Europës, partitë që qeverisin Europën sot, aty është e qartë si ndritje e diellit se 11 maj do jetë i farsë, sepse Edi Rama gjatë fushatës po blinte vota me lek, po blinte vota me kanabis, po blinte vota me prokurime, po blinte vota me punësime. Dhe se drejtësia e kapur nga Edi Rama nuk qëndronte ndaj gjithë këtyre krimeve. Përveç kësaj, u zhvillua një hearing në Parlamentin Evropian i të gjithë spektrit politik të Parlamentit. Dhe në këtë hearing, zgjedhjet u quajtën një emergjencë. Tani, në qoftë se ishim para dy rrugëve, pjesëmarrje ose mos pjesëmarrje. Në qoftë se nuk merr pjesë dhe mund të mos marrësh, do të zgjedhësh rrugën e dhunës ose rrugën e shurjes. Ose do pranosh që unë, me qenë se këtu sfitohet, s'do merrem ma me politikë, ose do merrem dhe do përdor dhunën, forcën ndaj kësaj qeverie që të merr lirit. Është njëra rrugë. Rruga tjetër është rruga që ndjekim ne. Rruga në të cilën ne marrim pjesë në proces, paraqesim të gjitha dokumentat e vërteta që ishte farsë dhe ftojmë shqiptarët të luftojnë për votën e tyre. Kjo është rruga, të luftojnë për votën e tyre. Kjo e dyta, të dyja janë të vështira, por kjo e dyta ka një mbështetje ndërkombëtare.
E para mund ta krijoj, po fillimisht nuk ka. E para fillimisht nuk ka. E dyta po, ja ku janë raporti, ja ku janë rezolutat. Është pra një betejë jo e pa shpresë, betejë e vështirë, por jo e pa shpresë. Unë mendoj se e qartësova. Zoti Berisha, për të ndalur sërish të pyetja kolegës, ju ftoni shqiptarët për luftë, për betejë, por a jeni gatshëm që këtë betejë, pra sakrificën, të jeni ju që ta bëni të parët? Dhe a e shihni si opsion grevën e urisë në shtator, pra kur të nis parlamenti i ri? Pyetja e parë. Absolutisht i gatshëm ta udhëheq gjerën fitore. Dhe me shembullin personal të rikthej shqiptarëve votën e lirë. Më shumë se kur. Greva e urisë? Opsion? Urdhë? Greva e urisë është opsion në shtator? Asgjë nuk përjashtohet. Nuk përjashtohet asnjë variant. Prit. Rëndësit jashtëzakonshme për ne ka që shqiptarët me ndërgjegje të plotë të bindën se kjo ishte një farsë dhe jo ajo si që u paraqet propaganda kriminale e qeverisë dhe altoparlantëve të saj, sepse është shumë e rëndë kur shef pseudo-intelektual të bëjnë avokatinë e karteleve e akteve mega kriminale të karteleve të drogës në studio televizive. Dhe të thonë se në xhepat e mi s'ka para të tyre. Që ndanë moralin me ta. Ti ke kur pranon veprën e një karteli, ti s'ke as një dallim moral nga ata, më thapë. Je i zhveshur, je një me krimin. Pra, çfarë do ndodhi, edhe njëherë, me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Cili do që është i gatshëm të luftojë në rrugën e zgjedhur nga Partia Demokratike. Thash, jo jashtë institucioneve. Është i mirëpritur dhe unë një betejë që nuk besoj se s'do ta fitoja, nuk do e nisja. Jam i bindur se kjo betejë do fitohet. Ndërkohë, krahas denoncimit të asaj që ju e quani farsë, a ka në plan Partia Demokratike për të nisur një analizë të brendshme për rezultatin e zgjedhjeve? Dhe unë nuk dua t'ju pyes në fakt për nenin 46